Gjeni ai po na bën detin si vëlla, e falenderoj shumë. Duke qenë se është shumë kohë Kosovës, duke qenë se ka shumë akumulime të temave buxhetore, në respekt të qytetarëve të vend për kohën e humbur, kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Ne qëndrojmë, pra sikur se e dini, për qeveri të opozitës, nuk ndryshon kjo, nuk ndryshon. Kemi bë përpjekje të vazhdueshme që opozita pra jo vetëm të bashkëpunoj, po ta gjejë një formulë me përpara. Mbeshim në këto qëndrime, s'ka ndryshim. Besoj shumë që shumë zhvillime që e kanë rëndu jetën e Kosovës e qytetarëve të Kosovës janë tepër serioze, transishme. Unë mendoj që duhet të reflektojmë, pra secili nga ne s'ka të bëjë me vija të kuqe ose hekje të vija të kuqe, po duhet të reflektojmë, nuk e kemi më luksin pas ditës së zgjedhjeve të ardhshme mos jetë si deri tash.